Firma e cila ka marrë në dorëzim zonën e Zvërnecit për të kryer aty një investim të konsiderueshëm, ka dalë me një deklaratë lidhur me ngjarjet më të fundit dhe protestat, në të cilën thuhet: me keqardhje të thellë që po abuzohet me ndjenjat e publikut në rrjetet sociale dhe po investohet për të përbaltur një sipërmarrje kolosale për turizmin dhe ekonominë shqiptare, kompania Zvërnet South Adriatic Development njofton shtypin dhe opinionin publik si më poshtë. Në zbatim strikt të legjislacionit shqiptar dhe në dialog të vazhdueshëm me institucionet përgjegjëse, kompania ka arritur të nisë fazën fillestare të një prej investimeve më të mëdha në fushën e turizmit në detin me Ze, duke vendosur sipas ligjit rrethimin e pronës private që ajo disponon. Teksa kompania është duke zhvilluar projektin final të ndërtimit, me ambicien për të arritur standardet më të larta arkitekturore dhe mjedisore, dhe ende pa u prezantuar projekti, gjendemi të detyruar të japim disa shpjegime. Investimi parashikohet të arrijë vlerën e mbi 4 miliardë eurove, duke kontribuar me një rritje nga 3 deri në 4% në GDP, prodhimin e brendshëm bruto të Shqipërisë në 5 vitet e ardhshme. Investimi do të kujdeset tërësisht për ruajtjen e mjedisit dhe të biodiversitetit të zonës, dhe për këtë, investitorët kanë angazhuar prej 2 vitesh kompetencat më të spikatura në nivel global për studimet mjedisore përkatëse. Investimi do të krijojë direkt dhe indirekt mbi 10.000 vende të reja pune, duke u bërë një motor i rëndësishëm për ekonominë e zonës, të qarkut Vlorë dhe të gjithë Shqipërisë. Bazuar në eksperiencat e mëparshme të investitorëve, që kanë një portofol ndër më të spikaturit globalisht në fushën e turizmit, kompania beson se investimet dytësore që të pasojnë do të rrisin ndjeshëm të gjithë zinxhirin e vlerës së ekonomisë vendore, nga vlera e pasurive të patundshme të krejt zonës së Vlorës e deri tek diversifikimi i ofertës ekonomike dhe niveli pagave për zonën. Investitorët kanë një bilanc kuptim plot të bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin në çdo investim të tyre, si dhe të përgjegjshmërisë sociale, gjëra që janë pjesë e planifikimit të punës dhe do nisim bashkë me punën për projektin. Ndërkohë nënvizojmë sa më poshtë disa të vërteta të mbuluara nga mjegulla e abuzimit mediatik. Trualli në të cilin do të zhvillohet projekti është pronësi private, metër për metër, dhe kompania e ka blerë nga pronarët e lishëm, me certifikata pronësie të notarizuara. Të gjitha transfertat e blerjeve në lidhje me pronësinë janë kryer përmes sistemit bankar dhe janë lehtësisht të verifikueshme. Të gjithë punojësit që janë punësuar apo do të punësohen më tej në projekt janë dhe do të jenë subjekti kontratave përkatëse, sipas legjislacionit shqiptar. Të gjithë hapat e ndjekur nga kompania janë bazuar në legjislacionin shqiptar dhe në konformitet të plot me autorizimet përkatëse në çdo hap. Projekti i ndërtimit, ashtu si edhe ai mjedisor, po finalizohet nga disa studio ndër më të mirat në botë dhe sapo të përfundojë, do të ndahet publikisht me të gjithë të interesuarit. Kompania ka lidhur marrëveshje me disa prej brendeve më të njohur të ekselencës botërore në fushën e hotelerisë dhe shërbimeve të tjera, nga restorantet e baret e deri tek aktivitetet sportive apo edukative. Investitorët kanë një karrierë absolutisht të pakontestueshme dhe zotërojnë kompani të kuotuara në bursat ndërkombëtare, si dhe kapitale të pakontestueshme nga askush. Edhe kompania Zvërnet South Adriatic Development nuk do të bëjë asnjë përjashtim në zinxhirin e kompanive të tyre, të cilat janë krenare të mishërojnë ekselencën globale në çdo fushë të aktivitetit të tyre. Duke dënuar me forcë çdo akt dhune ndaj pronës private, si edhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje që synon disinformimin e publikut, kompania kërkon mirëkuptimin dhe durimin e publikut, duke siguruar të gjithë ata që duan zhvillimin e qëndrueshëm dhe të suksesshëm të Shqipërisë se nuk do të zhgënjen kurrësi nga cilësia absolute e projektit dhe produktit ton. Zvërnet South Adriatic Development është forca që do të zbatojë një investim ndërkombëtar, me bindjen dhe përkushtimin për ta shndërruar Vlorën në një nga pikat më të preferuara për turizmin botëror, ndërkohë që investitorët e këtij projekti janë miq të padiskutueshëm të Shqipërisë, që frymëzohen nga tradita dhe mikpritja legjendare shqiptare. Le të punojmë të gjithë së bashku, me besim dhe vërtetësi me njëri tjetrin, ndërsa me kudo që do të përpiqet të na pengojë apo shantazhojë, do të përballemi ligjërisht.